Bonusi i fundvitit është i pamjaftueshëm për pensionistët e Belshit. Ata shprehen se një rritje do të duhet të ishte bërë përgjatë gjithë vitit, pasi me pensionet që marrin aktualisht zorës të shtyn muajin. Në anën tjetër, pensionistët theksojnë se qyteti është shpopulluar totalisht për shkak se rinia është larguar prej pamundësisë ekonomike. Pensionistët shprehen se me atë pension që marrin nuk mund të përballojnë dot as shpenzimet e ilaçeve dhe të ushqimeve, e se për këtë detyrohen të kërkojnë fëmijëve që punojnë jashtë vendit. Na bine që lek çunat nga ne, fëmijë që kemi në ne, do kanë hallet e tyra me fëmijë, me familje, ne kanë ndihmuar që fëmijë, po ne s'ka ata fuqisë, edhe ne kështu po. Përballimi i jetesës sipas tyre është mjaft i vështirë, e ndonse kontributi gjatë viteve ka qenë i madh, pensioni që marrin nuk e kalon shifrën 150 deri në 200.000 lekë të vjetra. Ja, me ato që mos do plotësojmë për shembull me ilaçe me gjëra për shembull që marr 200.000 lekë pension. Ku del pensioni? Nuk del. Po smurjet, po vizitat, po ku bi smurje hes del fare. Sa marrën 190.000 lekë, çfarë të bëjmë me ato? Po nuk na ndihmon atë asnjë gjë. Kjo është sa për të lëmosh. Nuk mjafton që mjafton. Ja, nuk është mjaftuar. Pensionistët thonë se shteti duhet të mendojë për ta gjatë gjithë vitit e jo vetëm një herë në muaj. Në anën tjetër, gjithë rinia e zonës është larguar në emigrim, si pasojë mungesës së punësimit dhe kushteve të vështira ekonomike.